kur ne themi doktor shpesh, mu thye zemra, populli e thot, e themi në gjuhën e përditshme, nuk e di edhe ju e përdorni. A ndodh realisht që zemra të thyhet nga dhimbja emocionale? Po, e tham dhe më përpara. Janë ato shprehje, domethënë që i plasi zemra, e la zemra nga emocionet, nga infarkti. Kjo ndodh nga infarkti, zakonisht që quhet thyerje e zemrës. Ndodh me të vërtet një qarje e muskulit zemrës, i cili, se zemra është një muskull, edhe pse është i trash 10 mm, 12-13 mm norma. Ajo, në qoftë se pëson një infarkt, nuk i shkon më gjatë, duke qenë muskull, infiltrohet, sepse nuk ka më konsistencën e saj, dhe duke u infiltruar gjaku e thyen paretin, edhe ndodh një event dramatik. Pra, një zhgënjim i fort mund të na çojë edhe në probleme reale me zemrën. Kemi një shkëputje, ndoshta i ra telefoni, doktori gjithmonë është në krye të detyrës. Pra, një zhgënjim i fort, po thoni doktor, mund të çojë edhe në një dëmtim real në këtë organ, në zemër. Padyshim, domethënë faktori i stresit, faktorët e tjerë që thamë, që sjellin një infarkt miokardit papritur, një nga konsekuencat e infarktit miokard të papritur, sidomos të patrajtuar, sepse për fat në vende si Itali apo edhe në Shqipëri funksionon, domethënë, trajtimi imediat i infarktit si thua parandalon këtë lloj qarje, thyerjet zemrës që bëjmë neve me këtë pyetje, me këtë zhargon për pra në zhargonin e përditshëm, por që në mjekësi, në fushën tuaj profesionale ekziston rrotura dikore, post-infarktuale, mbas infarktit çahet zemra.